Vazhdojna me lejen Allahu Gjelle wa Ala me përmend prej ngjarjeve të cilat Allahu Gjelle wa Ala i ka përmend në librën e tina. Dhe përmendëm se Allahu te bareke wa taala në shumë metoda i ka udhëzuar njerëzit me këtë libër, duke u treguar rrugën e drejtë dhe duke u treguar mënyrën se si duhet jetue nëse dojnë ata me taku Allahun te bareke wa taala të lumtur dhe ai më qenë i kënaqur me ata, edhe gjithashtu ta përfitojnë këtë dynja dhe të jetojnë në këtë dynja në harmoni dhe lumturi në përputhje me ligjet e Allahu te bareke wa taala. Prej metodave të cilat Allahu Gjelle wa Ala i udhëzon robët e tina, i udhëzon njerëzit të cilat i ka krijuar, është edhe tregimi apo rrëfimi i ngjarjeve në librin e Allahu te bareke wa taala. Dhe dietar kanë thënë, dhe mirësia dhe vlera këtyre ngjarjeve të cilat janë të përmendur në Kur'an është se Allahu vetë i ka transmetue, Allahu vetë i ka tregue, dhe nuk janë të shënuara prej historianëve, po vetë Allahu Gjelle wa Ala i ka përmend. Ka thënë Allahu Gjelle wa Ala: "Nahnu naqussu alejke ahsanil qasas", na ti tregojnë aty o Muhammed alayhi salatu wassalam ngjarjet më të bukura, ngjarjet më të bukura. Bima auhajna ilejke hadha al-Qur'an, në ata që ta kena shpall në këtë Kur'an, për ngjarjeve të shumta, për ngjarjeve të shumta. Dhe ngjarjet nuk vinë në Kur'an për kot e kot, po duhet me marr mësime, po duhet me nxjerr mësime dhe me jetu me ato mësime. Allahu Gjelle wa Ala në surën Baqara, në surën e cila është titulluar me termin lopa, e përmendëm ngjarjen e lopës. Mandej Allahu te bareke wa taala e përmend një ngjarje tjetër, gjithashtu tek populli i Beni Israilve, te bijt e Jakubit alayhi salam. Dhe përmendëm se Allahu Gjelle wa Ala në librin e tij ka sjell shumë ngjarje që kanë të bëjnë me bijt e Israilit, me bijt e Jakubit alayhi salatu wassalam, sepse kanë pas shumë pejgamber dhe ka pas ngjarje dhe histori të ndryshme dhe të çuditshme të këta Beni Israil. Një ngjarje prej ngjarjeve e cila ka ndodh kur e ka pas pushtetin Sulejmani alayhi salatu wassalam. Allahu Gjelle wa Ala prej tek Ademi alayhi salam deri tek Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk i ka dhënë pushtet më të madh dikujna se sa pejgamberit Sulejman, i cili ka qenë biri i Davudit, gjithashtu pejgamber i Allahu te bareke wa taala. Atë shumë ka pas pushtet sa që njerëzit dhe gjinët dhe kafshët dhe gjithë shka që ka në këtë dunja, Allahu Gjelle wa Ala e ka nështruhe. Ja ka nështruhe Sulejmanit, që ka dosh ka bohe, sa që edhe erën ja ka nështruhe Allahu te bareke wa taala. Erën ka udhtu me erë, me frim ka udhtu ku ka dasht, mos flasmi për krijesa tjera. Kanë qenë të nështrum edhe shejtanët, kanë qenë të nështrum edhe shejtanët. Allahu e ka tregu një ngjarje pak para se me ardh Sulejmani, pak para se me ardh Sulejmani, se që ka ndodhë me bijt e Israilit. Bijt e Israilit her pas here kanë besu dhe her pas here kanë mohu, ashtu si që është zakon i njerëzve. Kur kanë të mira, thojnë mirjen elhamdulillah, kur ju bin të këqijat, Allahun e harojnë dhe e mohojnë. Kështu kanë qenë bijt e Israilit. Me kalimin e kohës, kur kanë med një periudhë pa pejgamber, kanë fillu e shejtanat, kanë fillu magjistart, kanë fillu falgjort me i friksu njerëzit. Sepse Allahu Gjelle wa Ala gjinve ja u ka mundcu me hip në qiell dhe me ndëgju diçka prej lajmeve. Ndëgjojnë prej lajmeve në qiell, ndëgjojnë prej lajmeve të cilat Allahu i zbret tek melaqet, prej riskut, prej vdekjes, prej egjeleve të ndryshme, kush ka me lind, kush ka me vdek, kush ka mu fornizu, sa ka mu fornizu, dhe gjinët i kanë morë këtë lajme, i kanë vjedh, i staraku, Allah dhët, i kanë vjedh lajmet, dhe ja u kanë pru e falgjorve, ja u kanë pru falgjorve dhe magjistarve. Magjistart i kanë friksu njerëzit, dhe njerëzit kur kanë pos vështirësi, kanë shku të falgjort, kanë shku të falgjort dhe i kanë pyt, kanë problem, qka me ba, i ka të regu, që ka me mdojnë nesër, ka diti qka prej lajmeve dhe i ka kalgju. Dhe është përhap dhe njerëzit se magjistart edhe falgjorat e din të fshehta. S'ka diçka që nuk din, nuk ka diçka që nuk din.
Dhe o bo panik e madhe tek njerëzit, o bo friksim i madh tek njerëzit, se xhinët që fallxorat po i di kanë krit lajmët. Dhe me turma duke shku të i këpit, çka është të bo? Fallxort kur e kanë pasë njerëzit po vinë me të madhe, si kështë e njohur kur tek xhinxhia shkojnë me të madhe, ai krenohet dhe e ban fudullok. Kanë nisë me rrejt me të madhe. Një lajme ka ditë të vërtet dhe 100 i ka shtue. Një lajme ka ditë të vërtet dhe 100 i ka shtue. O është bo panik e madhe. Deri sa Allahu Gjellewale ka që Sulejmanin alayhi salatu wassalam. Sulejmani kër e ka pa këtë gjendje është hidhru me një hidhrim të madh. Dhe ja rasisht Allahu ja ka dhënë shumë pushtetin e madh, sepse para Sulejmanit ka qenë e përhapur sihri me të madhe, magjia ka qenë e përhapur shumë me të madhe. Dhe Sulejmani ka urdhruar ushtrinë e tina që me mbledh çdo fallxor që ka në dorën e tina prej fletushkave dhe librave të sihrit dhe me mipru mua këtu. Dhe i ka mbledh të gjitha. S'ka lënë fletushk të vogël pa e mbledh. I ka furt në një ark dhe i ka shti nën karikën e tina, nën arshin e tina, që e ka pas nën dhe ati ku është ull. Pastaj me kalimin e kohës, kur ka vdek Sulejmani alayhi salatu wassalam, shejtani e ka shfrytzuar vdekjen e Sulejmanit. Kena me përmend prej dobive të kësaj ngjarje, se në Kur'an nuk ka ardhur rastisht kjo ngjarje. Kur ka vdek Sulejmani alayhi salatu wassalam, është mishrua shejtani në njeri. Është mishrua shejtani në njeri. Dhe janë liru njerëzit dhe xhinët. Vdiq Sulejmani, s'kena nevojë dikujt na më nënshtrua. Dhe kanë filluar mu rebelu me të madhe, sepse kanë qenë në urdhra të rrapta prej Sulejmanit alayhi salatu wassalam, dhe janë liru me të madhe. Shejtani e ka shfrytzu rastin e vdekjes së Sulejmanit me bo sherrin alamat madh. Para se me arë Sulejmani, e ka bo një sherr alamat madh. Dhe ju ka thënë aty në njerëzve, a e dini ku ka qenë sekreti se pse Sulejmani juve ju ka mojtë në pushtet? Pse Sulejmani ja ka një fort nda juve? Ja u ka haru se aja kon pejgamber, ka haru se Allah ja ka dhënë ati pushtetin. Po shejtani ka shfrytzuar. Ato njerëzit njerë nuk i kanë besu, sepse kanë pas Allah gjurmë të imanit. Allah kanë pas besimin e freskët. Me kalimin e gjeneratës, deri sa është shujt drita pejgamberike, disa njerëz kanë filluar mi besu. Ka thonë, have është parafitiru dhe ka dalë në shejtani në formë të plakit. Ka thonë, unë e di pse Sulejmani ka pas fuqi të madhe ndaj juve. Ato njerë nuk i kanë besu. Ka thonë, a ki argument? Ka thonë, kam argument. Çfarë argumenti kije? Ka thonë, shkoni ku e ka pas karikën Sulejmani dhe groponi në ndhe, kini mi gjetë disa fletushka, ato janë konë sekreti pse Sulejmani ka pas pushtet mbi juve. Ka dasht me nxjerr Sulejmani se ka qenë magjistar. Ata veti kanë bërë sihrit më herët, Sulejmani i ka mshef ato dhe i ka shtinë në ndhe për me shujt dhe me shrënjos magjien. Shejtani ju ka thonë, kjo është sekreti se Sulejmani ka mbi juve pushtet. Andaj e ka kthi shejtani me vdekjen e Sulejmanit prap panikën tek njerëzit. Prap panikën tek njerëzit. E Allahu te bareke ve teala, Allahu xhalla ve ala, në këtë natyrë të njerëzve, të cilat kur qish nuk janë nënshtruar Allahu te bareke ve teala, ka zbrit dy melaçe prap për më u tregue se o ju njerëz, nuk është puna e magjisë se Sulejmani ju ka nënshtruar me magji. Nuk është puna e magjistarëve që ata e din të fshehtën, po krejt puna është në dorën e Allahu te bareke ve teala. Krejt puna është në dorën e Allahu te bareke ve teala. E Allahu xhalla ve ala ka thënë: "Wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulejman." Dhe beni Israil i kanë pasue mësimet e shejtanave të cilat ja u kanë lexuar shejtanat. Mësimet e shejtanit. Pastaj ka thënë: ala mulki Sulejman, në kohën e pushtetit të Sulejmanit. Në kohën e pushtetit të Sulejmanit. Wa ma kafara Sulejman. Sulejmani s'ka qenë qafir. Sulejmani nuk ka bë kufër. Walakin ash-shayatin kafaru. Shejtanat kanë bë kufër. Shejtanat kanë bë kufër. Yuallimuna an-nas as-sihr. Ja u kanë mësue njerëzve sihrin. Ja u kanë mësue njerëzve magjien. Para Sulejmanit dhe pas vdekjes së Sulejmanit.
wa ma unzile ala al-malakaini, dhe çka ka zbrit në dy melaçet. Allahu xhallahu ala i ka zbrit të dy melaçe. Ku i ka zbrit? Në një qytet të Irakut i cili e ka emrin Babil. Në një qytet të Irakut i cili e ka emrin Babil. Dhe sot ka gjurmë antike të ky qytet. Gjurmë antike prej gjurmëve të Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu xhallahu ala bi Babile, në Babil. Haruta wa Marut. Allahu xhallahu ala thot emri këtyre melaçeve ka qenë Harut dhe Marut. Çka do me thonë emri këtyre dyve? Djetarë kanë thonë Allahu e din më mirë do me thonjën e këtyre emrave. Wa ma yuallimani hatta yaqula, kanë shkuar njerëzve mi u tregue se kjo çka jeni të bëju prej magjisë dhe sihrit dhe fallit çka jeni të nxjerrë ju, kjo nuk është se ju jeni të fortë, po kjo ka thonë Allahu ju ka sprovue me këtë sihr, Allahu ju ka sprovue me xhenët, dhe ju kanë thonë eja t'ju tregojna se si bëhet sihri. Melaçet kanë zbrit me ju tregu njerëzve se xhini, se fallxori ka mundësi mi bë disa dallavere, ka mundësi mi bë disa letra me enigma të ndryshme, me mësime të kota dhe me bë dëm të njerëzit. Si që bojnë dëm si irbazat gjithmonë në çdo kohë. Wa ma yuallimani hatta yaqula innama nahnu fitna. E duke ja mësue njerëzve magjien, melaçet i kanë thonë kjo fitne, fela takfur. Në në të kallëzue se magjistari ka mundësi me bo keq, po ju mëse mësoni magjin me bo keq. Fela takfur, mos gaboni me bo kufër. Fajeta'allamuna minhuma e Bani Israil. Nuk e kanë morë mësimin për melaçeve. Kanë vazhdu ala. Allahu xhallahu thot, leje se me Sulejmani nuk morën vesh, as me melaçet kur ja çum nuk morën vesh. Nuk mirë mësim, edhe mësun se si me nda burin prej grujës. Fajeta'allamuna ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji. E mësonin si me nda burin prej grujës. Si me nda burin prej grujës. Wa ma hum bidarrin min ahadin illa bi idhnillah. Mirë po melaçet ju thanë se ju s'kini mundësi me bë këta pos me lejen e Allahu te bareke wa taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allahu xhallahu ala thot, dhe ata e mësonin prej mësimeve të magjisë çka ju ban dëm dhe nuk ju ban hajër. Ju ban dëm, nuk ju ban hajër. Pastaj thot Allahu xhallahu ala, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mirë po, Beni Israil ne jo pat mi tregu shumë mirë, dhe ata e mësun shumë mirë se kush e mëson magjien dhe e lën librën e Allahut, kush e mëson magjien dhe i lën udhëzimet e Allahu xhallahu ala, ma lahu fil akhirati min khalaq. Në ahiret s'ka kur farhise të shpërblimit. Kur farhise të shpërblimit. Wala bi'sa ma sharau bihi anfusahum. Sa e keqe është ajo për të cilën e kanë ble vetveten e tyre. E kanë shit vetveten e tyre. Law kanu ya'lamun. Sikur ata ta dinin. Sikur ata ta dinin. Pse ka përmend Allahu xhallahu ala këngjarje? Pse ka përmend Allahu te bareke wa taala këngjarje? Fillimisht, para se me nxjerr disa mësime nga kjo ngjarje, duhet përmend se Allahu në këtë Kur'an s'ka tregu enciklopedi të mdoja, s'ka tregu histori të gjana me emra dhe me mbiemra dhe me adresa. Jo, Allahu ka shkoqit për historisë periudha të caktume vetëm sa për me morë mësim. Sikur që Allahu xhallahu ala ka përmend këtë rast në një faqe të Kur'anit. Wattaba'u ma tatlu shayatin deri në fund të ajeteve. Në ngjarjen për ngjarjeve të Sulejmanit me bijtë e Israilit. Dietar kanë thonë, Allahu në këtë ngjarje na tregon një mësim prej mësimeve të besimit, pa të cilin shtyllë të besimit nuk pranohet te Allahu xhallahu ala njeriu si besimtar. Edhe ajo është se njeriu besimtar duhet me besu se kur kush nuk e din të fshehtën pos Allahu te bareke wa taala. E ata kanë besu se magjistarët e din të msheftën. Edhe sot besimtari duhet me pas kujdes se çfarë besimesh beson, se kujna i beson. Sot magjia është e përparume me përparime të shumta.
në kohën e kaluar ka qenë në atë formën klasike, ndërsa sot është përparuar me të madhe. Rrena, mashtrimet, manipulimet me mendjet e njerëzve janë të mëdha. Sikur është çështja e mediumeve të ndryshme, sikur është çështja e televizioneve të ndryshme, sikur çështja është plasimi i lajmeve të ndryshme, të cilat janë sihr për njerëzit. Janë sihr. Ja u morin mendën njerëzve. Ja u morin mendën njerëzve. Çish ka thënë Allahu te bareke ve teala, istarhabuhum, i friksojnë me lajme. Magji e madhe. E ban rrenën sikur të vërtet dhe të vërtetën ta çet sikur rrenë. Dhe ai i cili nuk është mësuar me mësimet e Allahut, ai i cili nuk din prej udhëzimeve të Allahut, ai i cili nuk mbrohet me librin e Allahut, ju beson rrenave. Çish ju kanë besu këta? E Allahu jon i rastisht e ka tregu këtë ngjarje për me tregue se ai i cili e lën librin pas shpinës të Allahut, tebau ma tatlu shayatin, ka me pasu atë çka e lexojnë shejtanat. Andaj prej besimeve, prej shtyllave të besimit është se Allahu vetëm është ai i cili e din të fshahtën. As pejgamberi nuk e din të fshahtën. Vetëm Allahu te bareke ve teala e din të fshahtën. Ka thënë Allahu xhalla wa ala, alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Vetëm Allahu e din të fshahtën dhe nuk ja tregon të fshahtën kurkujna. Kurkujna. Allahu xhalla wa ala e din të fshahtën. Çka do të thonë fshahta? Pas një orë çka ka më ndodh? Ç'kjo e fshahta? Pas 5 minutave çka ka më ndodh? Kjo e fshahta. Se di kurkush. Se di kurkush çka ka më ndodh? Ka thënë Allahu xhalla wa ala, wa ma ta'lamu nafsun madha taksibu gada. As një shpirt se di çka ka më fitu nesër. As kush se di çka ka më fitu nesër. E si ka mundsi njeriu me di çka ka më fitu nesër kur ai nuk e din a ka më kon nesër. Ai nuk e din a ka më kon nesër. Vetëm Allahu te bareke ve teala e din. Andaj këtë ngjarje Allahu xhalla wa ala ka treguar se njerëzit nëse nuk mbrohen, nëse nuk hinë në kalajën e librit Allahu xhalla wa ala, në fortifikatën e Allahu te bareke ve teala, shejtanat i goditin me friksime. Ka thënë Allahu xhalla wa ala në sura al-Jinn, wa kanu rijalan min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Allahu te bareke ve teala duke e lidh këtë ngjarje me xhinat dhe njerëzit, thot ka pas burra prej njerëzve që janë friksu prej burrave të xhinve. Fazaduhum rahaqa. E xhin kur i kanë pasë njerëz për ju tutën, zaduhum rahaqa, i kanë friksu edhe më shumë. I kanë friksu edhe më shumë. Andaj ka thënë Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, men khafa min Allah fala yakhafu min shay. Ka thënë Ibn Abbasi, kush tutët, kush ja ka dron Allahut, kush friksohet prej Allahut, si friksohet askujna. Kush i ka dron Allahut, si ka dron askujna. Andaj ka thënë Allahu xhalla wa ala, dhalikumu shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Këto janë shejtanat, ju friksojnë juve. Ju friksojnë juve. Wala takhafuhum. Asesi mos u friksoni prej atyre. Wa khafuni. Tutuni prej meje. Kanë thënë dietar, këto janë dy të kundërtat. Ose më u tut Allahit, ose më u tut dikujt tjetër. Ose më u friksu Allahut, ose më u friksu dikujt tjetër. E nëse njeriu nuk i friksohet Allahu xhalla wala, shejtani ja fut frikën prej dikujt tjetër. Ja fut frikën prej dikujt tjetër. Qoftë edhe prej senave, qoftë edhe prej senave të cilat nuk flasin. Si për shembull, kanë thënë dietar, sikur për shembull njeriu kur i friksohet fukarallokut. Fukaralloku nuk është diçka as njeri as krijes, po njeriu i friksohet. I friksohet fukarallokut, sepse nuk i friksohet Allahu te bareke ve teala, sepse nuk e njeh madhrinë Allahu xhalla wala. Andaj Allahu xhalla wala e ka pru këtë ngjarje në Kur'anin e tina, në Kur'anin e tij famlart, për me na mësue një prej mësimeve që njeriu besimtari në rrugtimin e tij drejt Allahu xhalla wala duhet me pas besimin e kristalt, besimin e çeltër, besimin e pastër, se vetëm Allahu i din çështjet e mshefta. Vetëm Allahu i ka në dorë çështjet. Vetëm Allahu e ka në dorë jetën dhe vdekjen. Vetëm Allahu të furnizon sa doje dhe nuk të furnizon sa doje. Me diturinë e tina, El Alim, El Hakim, ai e di më mirë sa duhet me dhënë, edhe ai me urtësinë e tina e din më të mirë se të ka dhënë çaç. Dhe kjo është prej besimit të cilit bën të lumtur. Për ndryshe duhet me jetue me besimin i cilin na i vendos shejtani.
Por ndryshe, që ka thënë Allahu xhallahu ala, "Dhalikumu shaytan." Nëse ju friksoni Allahut, kjo është shejtani i cili merr rolin e juve. Kjo është shejtani i cili ja u vendos pastaj mënyrën e jetës së juve. Andaj Allahu te bareke ve teala nëpërmjet kësaj ngjarje na ka treguar se gajbin të fshahtën nuk e din askush, as pejgamberët, as melaçet, po vetëm Allahu te bareke ve teala xhalla fi ula. Mësimeve tjera të cilën nxjerrim nga kjo ngjarje është edhe ajo se shejtanat kanë mundësi me fluturue dhe me ecë në lëvizje në kilometra të shumta. Shejtanat, Allahu xhallahu ala, xhinët, ja u ka mundsu me ecë jo si njerëzit. Njerëzit e kanë të kufizuar ecjen dhe vrapimin dhe një kufi. Shejtanat e kanë me shumë fish më të madhe. Saqë në qiell, në qiellin e parë kuptohet, në qiellin e parë ecin me shpejtësi të madhe. Ecin me shpejtësi të madhe. Ngjiten njëri me tjetrin e kështu me radhë. Sa që kanë thonë djetarët, në sekonda kanë mundësi me kalue kontinente, me kalu shtetet të ndryshme në sekonda të vogla. Dhe kjo njerëzit i ka friksu në të kalumen, Mirë pa Allahu te bareke ve teala, këta e ka ba me hikmetin e tina, deri kur? Deri në dërgimin e pejgamberit ton, alayhi salatu wassalam. Sepse pas dërgimit pejgamberit ton, sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhallahu ala ka thënë, tani na I godasim shejtanat me yje. Tani na I godasim shejtanat dhe nuk I lajna me morë prej lajmeve aspak. Kjo është prej mirësijës të dërgimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe Allahu te bareke ve teala ka përmend, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ti nuk kemi dërguar tjetër pos mëshirë për të gjitha botrat. Jo vetëm për njerëzit, për të gjitha botrat, sepse edhe prej xhinëve mas dërgimit pejgamberit alayhi salatu wassalam, shumë prej tyre janë bë musliman. Dhe kanë thonë, len nushrike bi rabbina ahada, dhe tash s'kena mi bë më shirk askujna, askan ndaj Allahu te bareke ve teala, sepse neve na ka mësue kebiruna, I madhi jon, innehu kana yaqulu ala Allahi shatata, ai ka thonë për Allahun fjalë të mdoja, I ka mashtruar ndaj Allahu te bareke ve teala. Andaj kjo është prej mësimeve të cilat e nxjerrim nga kjo mësim, nga kjo ngjarje e Kur'anit Allahu te bareke ve teala, se xhenat ecin me shpejtësi të madhe dhe nga kjo s'ka nevojë njeriu mu friksue. Prej mësimeve tjera është se në të kaluarën njerëzit I kanë akuzuar njerëzit më ndarshëm. Edhe njeriu duhet me pas kujdes ndaj kësaj çështje. Argument, Allahu xhallahu ala ka mbrojt pejgamberin e tij në Kur'anin e tij ku ka thënë, wa ma kafara Sulejman. Sulejmani s'ka bo kufër. E ata kanë thënë, Sulejmani ka bo kufër. Sulejmani sa kanë pejgamber, po a kanë magjistar. Çish I ka mësu shejtani. Sulejmani nuk e ka pas pushtetin me pejgamberllëk, po e ka pas pushtetin me magji, të cilat I ka pas disa mësime nën karrikën e tina. E ato janë mësimet të cilat I ka shkel Sulejmani. Mirë po shejtani me kalimin e kohës I ka mashtruar. Dhe dietarët nga kjo ngjarje kanë thënë se njerëzit tabiatin e kanë ashtu. Njerëzit të cilat nuk e besojnë Allahun, kuptohet. Njerëzit të cilat nuk janë të edukum dhe të bëjnë tërbije me librin e Allahut dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë let me shlu gjuhën e tyre. Ndaj pejgamberëve. Shikoni se I kanë thënë pejgamberit, kafir akon. Pejgamberit Allahut, pejgamberi I cili vjen me mësu njerëzve Allahun dhe mësimet e Allahut dhe udhëzimet e Allahut, ata I kanë thënë ti je kafir. E kafirit I thonë muslimanie. Kështu ja u përzin shejtani mësimet njerëzve. Edhe kështu me radhë, edhe pasues të pejgamberëve, edhe dietarët të cilët e pasojnë pejgamberëve. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë s'kam lënë pas juve dinar dhe dirhem. Nuk I kam lënë dinar dhe dirhem. Innama warrathtu al-ilma. Ja u kam trashëgu ilmin. Faman akhadhahu, kush e marr këtë ilm, le ta morë me të madhe. El-ulemau warathatul anbiya. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ulemat janë trashëgimtar të pejgamberëve. Cilat ulema? Ato cilat kapën për librin e Allahu xhallahu ala. Ar-rabbaniyuna, çish ka thënë Allahu xhallahu ala, walakin kunu rabbaniyina.
bima kuntum tuallimun al-kitab. Allahu xhalla wala ka thënë, bahuni mësues të mësimeve të Allahut, se ju e lexoni librin e Allahut te bareke ve teala. Andaj dietarët janë trashëgimtar të pejgamberëve, dhe nga kjo ngjarje e nxjerr mësimin e madh se njeriu duhet me pas kujdes ku e lëshon gjuhën e tij, ku e akuzon me akuzat të ndryshme, siç e kanë akuzuar bijtë e Israilit Sulejmanin alayhi salatu wassalam, i cili ka qenë i pastër, i cili ka qenë larg akuzave. Po bijtë e Israilit e kanë akuzuar edhe Musa alayhi salam, derisa e kanë detyruar Musa me thënë, ja qaumi la tu'dhuni. Musa alayhi salam, Allahu xhallahu ala ka treguar fjalën e tij dhe ankesën e tij, ja qaumi, o populli jam, mos u mundoni mos u mundoni se jeni të maltretuar. Unë ju hap mësimet Allahut dhe ju nuk i besoni. Mësime pas mësime, siç e përmendëm në rastin e lopës. Çfarë lope, çfarë ngjyre, sa kille, çfarë sifate kjo lopë derisa kanë paguajt me altan. La tu'dhuni ya qaumi, mos munoni. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum. Allahu xhallahu thot, e kur e teprun, ne u ndryshum zemrat. Ata njeriu duhet me pas kujdes, me i respektu e mësimet e pejgamberëve, me i nderu pejgambert. E si nderohen pejgambert? Si nderohen pejgambert? Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Allahu xhallahu ala ka thënë, nëse doni me nderu pejgambert dhe doni me nderu të dërguarit Allahu xhallahu ala, ittabi'u. Pasone mësimin Allahu te bareke ve teala dhe pasoni mësimet e dietarëve të cilat ja u mësojnë juve mësimet e pejgamberëve. Për mësimeve të tjera të cilat i nxjerrim nga kjo ngjarje është se mësimi i magjisë është prej kufrit. Mësimi i sihrit, mësimi i fallit, mësimi i horoskopit, leximi i horoskopeve të ndryshme, leximi se çfarë fati kimë pas, leximi se a kimë qenë lumtur, a kimë qenë fatzi, është prej kufrit ndaj Allahut te bareke ve teala. Askush s'ka mundësi me të kallxu, a kimë qenë lumtur, a kimë qenë fatzi. Askush s'ka mundësi me tregu se çka ka më ndodh nesër për tyje, siç është rasti i horoskopeve të ndryshme. Që thash, horoskop, magji e sofistikuar, e përparuar, e modernizuar, dhe njerëzit thonë, kjo është diçka e re, s'ka të bëje me magjien. Magjia është prej kufriateve. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri prej juve e thot një fjalë, yulqi kalimatan la yulqi laha balan, nuk janon shumë veshin. E beson ti një lajm atë që ka dalë. E beson një lajm, sa për ilustrim më thjesht. E beson një lajm të horoskopit. E beson një rrenë. Edhe e thua ata. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yulqi laha balan, s'ja kushton shumë vëmendjen. S'ka lidhje lajme e nxjerrën. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, yahwi biha 70 khandaqan fi an-nar. Zhytet 70 vite në zjarr. Zhytet 70 vite në zjarr. Pse? Se ka nu menën. Nuk e ka nu menën çka fol. Nuk i ka kushtu kujdes fjalëve të tina. Andaj sihri ka qenë prej sprovave të cilat Allahu te bareke ve teala e ka bërë gjithmonë gjatë jetës së njerëzimit. Andaj duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes çka lexon, duhet me pas kujdes çka dëgjon, duhet me pas kujdes çka transmeton, duhet me pas kujdes kanë akuzon, duhet me pas kujdes kanë lavdron. Ndashta e lavdron se ta Allahu çka s'don me lavdrua. Dhe ndashta akuzon që ta Allahu xhallahu ala çka don me ndërua, i ndron sendet. Dhe këtë kjo si pasoj e mos mësimeve të librit Allahu te bareke ve teala. Andaj ehli suneti kanë dalë me pajtim, me ixhma të ehli sunetit, njerëzshmëritë e ehli sunetit, se ai i cili e mëson kufrin, e mëson sihrin, nuk është besimtar ndaj Allahut te bareke ve teala. Për mësimeve tjera nga kjo ngjarje, dhe me këtë e përfundojna, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith ka thënë, men jaa kahanan, kush shkon te fallxhori, nuk i pranohet namazi 40 ditë, veç me shku te fallxhori. Nuk i beson kur gjë. Nëse i beson, ka tjetër hukum. Vetëm me shku te fallxhori, vetëm me lexu horoskopin, sepse horoskopi është ai i shpërndami më shumë tek na, apo xhinxhit të ndryshëm, apo fallxhor të ndryshëm. Vetëm me shku te ai, me akoj dertin, 40 ditë pranohet namazi. Kjo është prej dënimeve të mëdha. 40 ditë pranohet namazi. E a dini çka do të thonë 40 ditë mos më të pranu namazi? 40 ditë mos më të pranu namazi,
mos më ta shikoj Allahu xhallahu ala namazin, është me ta marr Allahu te bareke ve taala mbrojtjen tonë. Me ta marr mbrojtjen dhe me të lënë në mbrojtjen e vetes tonë. E njeriu sa ka mundësi me mbrojt, wa khuliqal insanu da'ifa. Njeriu është shumë i dobët. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam në lutjen e mëngjesit dhe të mbrëmjes, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ka thënë o i gjallë, o i përjetshëm, me mëshirën tonë kërkoj mbrojtje. Strehohem në mëshirën tonë, o i mëshirues. Mos më lë në mbështetjen e vetës time as sa lëvizja e sirit. Çerpik kur lëvizin as se vërejti, aq pak. Ka thonë mos më lë më mbështet vetveten time as çka kaç. Pse? Se njeriu më mbështet në vetveten e vet, dështon. Humb. Sa si njeriu më mbështet edhe në ilmin e vet, edhe në studimin e vet, dështon. Dështon. Sigur që kanë dështu filozofa të ndryshëm. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, ai i cili shkon te fallxhori, vetëm me shkuë 40 ditë nuk i pranohet namazi. E me i besue, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kafara bima unzila ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E nëse i beson një fjalë që ka thot ai, ban kufër, e mohon ata që i ka zbrit Muhammedit alaihi salatu wassalam. E mohon ata që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është rreziku i magjisë. Kjo është rreziku i sihrit. Kjo është rreziku i mashtrimeve të ndryshme të cilat i bojnë njerëzit. Dhe prej mësimeve të kësaj ngjarje është se magjistarët kanë mundësi me nda burrin dhe gruajen, Allahu na rujt. Kanë mundësi me nda burrin dhe gruajen. Allahu xhallahu ala ka përmend në Kur'an, yufarriquna bayna al-mar'i wa zawji. E ndajnë mes burrit dhe gruajes. Dhe zawj në gjuhën arabe zawj është diçka që është e lidhur dhe e ngjizur me diçka. E lidh fort. Mirë po me sihra të ndryshme, me mësime të fllitshta të ndryshme, me mësime të ndyta, me fletushka të ndyta, i ndajnë ata. Mirë po Allahu xhallahu ala ka thënë, wa ma hum bidarrin min ahadin illa bi idhnillah. Ama këtë fllitshti, këtë ndytësi s'u e bojnë pa lejen Allahu xhallahu ala. S'ka diçka këtë univers që mund me lëviz pa lejen Allahu te bareke ve taala. S'ka mundsi diçka me lëviz pa lejen Allahu te bareke ve taala. Andaj si duhet mbrojtur për kësajna, duhet me i përmend Allahun te bareke ve taala shumë. Sepse Allah ka thënë me lejen e Allahut. Nëse nuk e jep lejen Allahut, s'ka mundsi me bë kurrë. E si duhet më mbrojt për kësajna? Me shtu përmendjen e Allahut, me shtu leximin e Allahut xhallahu ala, me besu në Allahun si duhet. Me besu në Allahun te bareke ve taala si duhet. Me besu se vetëm Allah i ka ndorë çështjet dhe me lejen Allahu xhallahu ala s'kan mundësi me të godit. Dhe për mësimeve të kësaj ngjarje është, dhe ajo shumë interesante, se Allahu xhallahu ala ka thënë, wa laqad alimu anna man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kjo një mësim shumë i madh, do shta ligjërat në veti. Mirë po na do ta përmend më shkurt në këtë ngjarje. Allahu thot, këta të cilat ishin në kohën e Sulejmanit, e ditën shumë mirë se kush e mëson sihrin në ahiret ka me dështuar. Mirë po pat e blejten, e mësun sihrin. Çka kuptohet? Se njeriu ndonjëherë e di shumë mirë rrugën e shtremt, e din shumë mirë rrugën e humbur, e din shumë mirë devijimin dhe prap ja ka ona me shkuna tona. Dhe prap ja ka ona me shkuna tona dhe e merr epshi dhe e devijon. Siç ka thënë Allahu te bareke ve taala, siç ka thënë Allahu xhallahu ala, e fara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. A e kipati o Muhammed sallallahu aleyhi wasallam atë njeri i cili epshin e vet, kanëmën e vet, dëshirën e vet e ka morë për Zot. Kur ka morë për Zot, ai si ka thonë se epshi jem ka krijuar. Po çka do me thonë këtë ajet Zot? E adhuron ata, e adhuron kanëmën e vet. Si të përputhesh me ata, miri jeti, njeri i miri je. Si ti shkosh për të kanëmën e ati për stati, shumë i miri je. Si ti shkosh për mendimet e atina, për shkollën e atina, që që mendon ai, shumë i mirë je. Po i shkove kontra dhe po e kundërstove, qofte edhe me hak, si je i mirë. Ilahehu hawa. Zot e ka epshin e vet. Nuk e don pos ato që ja ka epshi. Dhe nuk e pason pos ato që ja ka kon epshi. Wa laqad alimu, Allah thot e ditën mirë. E ditën mirë se ata nëse e blejnë magjian, e nëse e pasojnë këtë rrugë, kanë me hub ahiretin. Andaj në duhet me pas kujdes, se ndonjëherë e dina rrugën e drejt, po e kanë mja nuk në le me shkuna tona.
Andaj lut me lut Allahun te bareke ve taala, që ka lut pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ka thënë, o Allah, o ti i cili rrotullon zemrat, Allah i rrotullon zemrat, thabbit qalbi ala dinik, forcoma zemrën time në fejen tënde. Ka thënë Enesi, shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thënë, unë pejgamberin alayhi salatu wassalam nuk e kam dëgjuar ta bëj ndonjë dua më shpesh se sa çka dua. Pejgamberi Allahut e ka lutur Allahun, o Zot, forcom në fe. O Allah, forcoma zemrën mos devijoj, sepse zemra ka shumë lehtë mundësi me devijue. Ka mundësi shumë lehtë me devijue. Sepse Allahu i di ato të kanë më të fshehta në zemrën, në thellësinë e zemrës. Vetëm Allahu xhallahu ala i din ato. Ati vetëm një lëvizje e vogël e të kanë mës e epshit, devijon njeriu, Allahu na rujt. Devijon njeriu, Allahu na rujt. Andaj prej mësimeve të mëdha nga kjo ngjarje është se njeriu ndonjëherë din dhe ka dije dhe s'ka nevojë me mësue, po të kanë më ne ka të madhe dhe së në shtyp të kanë më në tina, së në shtyp epshin e tina e kështu me radhë. Sikur Jusufi alayhi salatu wassalam, kur ja ofrun me bo zina, kur ja ofrun me bo amoralitet, çka tha? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani fi. Tha, o Zot, unë më mirë hi në burg se sa me bo që ta çka po më thojnë këta. Me bo zina dhe amoralitet me grujen e mbretit. Me bo zina me grujen e vet. Ka thonë, ja Rabbi, sijnu ahabbu ilay, sijni, burgu, a më i dashur për mua. E ndonjëherë burgu a më i mirë se sa më ndrua rrugën e Allahut te bareke ve taala. Burgu a më i mirë se sa më ndryshua ligjet e Allahut te bareke ve taala. Burgu ndonjëherë më i mirë se sa më ndryshua ato që Allahu te bareke ve taala s'ka leju më ndryshua. Sepse Allahu te bareke ve taala i mallkon ata të cilat e din dhe nuk e hecin rrugës Allahu te bareke ve taala, siç ka thënë Allahu xhallahu ala në sura Al-Fatiha, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. O Allah, mos na bën prej atyre të cilët je hidhru me ata. Je hidhru me ata. E madhe është me u hidhru Allahu xhallahu ala me robin. Shumë e madhe Allahu xhallahu ala me u hidhru me robin. Vaj halli me për ata çka Allahu xhallahu ala hidhrohet me ata. E djetarë kër e kanë spjegu kush janë ghayril maghdubi alejhim, kush janë këta njerëz, kanë thonë djetarë, këta njerëz janë çka e din rrugën e drejtë dhe nuk shkojnë, e din ka du të me ecë dhe nuk shkojnë atana. E kush janë walat dallin, kush janë të humburit, kanë thonë ata të cilat shkojnë rrugës së shtremtë ama nuk e din, kujtojnë se janë mirë. Wa yahsabuna annahum muhtadun, siç ka thënë Allahu xhallahu ala, ata shkojnë rrugëve të gabuara ama mendojnë se janë drejtë. Andaj rreziku i njeriu në këtë jetë është shumë i madh, andaj duhet me u kthi librave të Allahu xhallahu ala, mësimeve të Allahu te bareke ve taala dhe me nxjerr dobi dhe këshilla, siç ka thënë Allahu xhallahu ala, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. O ju njerëz, juve ju ka ardhur këshilla e Zotit tuaj. Ku ka këshilla e Zotit ton? Në mendjet tona, në mezhliset e tona, në muhabetet e tona, në çajtoret e ndryshme, në ajganet e ndryshme, kurse si në librin Allahu te bareke ve taala, alladhina yatluna kitab Allah, Allahu xhallahu ata të cilët e lexojnë librin e Allahu xhallahu ala, wa aqamus salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ata të cilët e falin namazin dhe prej pasurisë që na ju kena dhënë ata japin. Wa yarjuna tijaratan lan tabur, dhe shpresojnë një tregti me Allahun xhallahu ala, çka s'ka mund dështue kurr. S'ka me dështue kur. Këta janë të cilat e dinë udhëzimin Allahu xhallahu ala. Pi këtyre mirë të udhëzimi Allahu te bareke ve taala, alladhina yatluna kitab Allah, ata që e lexojnë librin Allahu te bareke ve taala. Andaj njeriu duhet të bëjë më serioz, duhet të bëjë më i vëmendshëm, më i kujdesshëm që më shpëtuën në dunjë dhe në ahiret. Lusim Allahun xhallahu ala që të na kthejë në librin Allahu te bareke ve taala. Lusim Allahun te bareke ve taala që të na kthejë në mësimet e Allahu xhallahu ala. Lusim Allahun te bareke ve taala që të kthejë rinin e muslimanëve në mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun xhallahu ala që të jau çelë syt muslimanëve që të pasojnë rrugën e Allahut te bareke ve taala, që të kthehen krenarisë të cilën ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ala innal izzata lillahi wa rasulihi wa lil mu'minin, ka thënë Allahu xhallahu ala,
krenaria i takon Allahut, krenaria i takon të dërguarit, krenaria i takon besimtarëve. Lutim Allahun xhallahu ala që t'ia kthejë umetit krenarian. Sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi